Dietarët thonë se niyeti duhet për t'i dalluar dy gjëra. Për t'i dalluar adetet prej ibadeteve. Pra, niyeti në adete është i pëlqyer. Për shembull, ushqim, ose kur flen njeri, ose kur punon, bon punë kësaj dinjoje. Nëse ka niyetin e mirë, është mustehab, është e pëlqyer. Pse? I shtohet sevapi. Faktikisht prej në adet e kthen në ibadet. Andaj Muadhi radiallahu për shembull është transmetuar se ka thonë: unë shpresoj shpërblim prej Allahut kur jam duke flet, ashtu sikur se shpresoj shpërblim kur zgjohem. Kur e kanë komentuar këtë, dietarët kanë thonë për shkak se Muadhi e ka bën niyet që gjumi të jesë për forcim për atë që kur zgjohet të jetë i fuqishëm për t'i bëj ibadet Allahut subhanahu wa taala. Pra edhe këtë adet që është gjumi e ka bën me niyet mirë, e ka shndruar në ibadet. Pra me anë të niyetit njeriu e dallon adetin prej ibadetit. E ka të qartë për shembull se kur o u fal, nuk ka kjo punë thjesht, është ibadet. E dallon se është ibadet. Kjo e para. Dhe e dyta, e dallon ibadetin prej njëri tjetrit. Kur e fal për shembull sunetin e drekës, niyeti o ndryshe sikurse kur e fal farzin. E ka parasysh, domethënë vetvete në zemër, e din se tash jam të e fal sunetin. Nuk duhet ta thosë me fjalë, se Allahu e din. Dhe ai e din se çka ka niyet. Mirë, po duhet ta dije se çka tu fal. Jo veç kështu, domethënë pa e pas për qëllim se çka fal, ose për shembull nëse hin në xhami dhe don t'i falet 2 rekat që janë tahiyatul masjid, përshëndetje xhamis. E din me niyet se këto 2 rekat që po i fali për shembull nuk janë 2 rekatet e sunetit të ndonjë namazi, po janë 2 rekat për shëndetje për xhamin. Një ibadet i veçantë dhe niyeti e dallon. Ose për shembull tek sadakaja, te zekati. Kur e nxjerr zekatin e obliguar prej pasurisë, e din se me këto pare mund të jetë suma e njëjtë, për shembull 100 euro kjo, 100 euro kjo. Mirë, po me këtë 100 euro e ka niyet që ta kryej obligimin e zekatit. Dhe jep me këtë qëllim. Ai po e bën punën e njëjtë, apo? Me këtë 100 euro tjetër e ka niyet sadaka, kështu, me thonë nafile. Edhe këtë duhet ta dallojë njeriu që ta di se çka është duke vepruar. Dhe çdo njeri i moshritur dhe i mençur din ta bëj këtë. Dhe ai që nuk din ta bëj këtë, faktikisht është ngritur lapsi prej tij. Nuk shkruan lapsi për të. Pejgamberi alayhis salam ka thonë për 3 veta lapsi nuk shkruan. Për fëmijën derisa të hije në moshën e madhore, në bilik që i thojmë ne, për atë që është në gjumë derisa të zgjohet, sa në gjumë, s'din çka bën, nuk shkruan lapsi për atë, dhe për atë i cili nuk ka mend, është i çmendur pra. Edhe për atë nuk shkruan lapsi. Njerëzit me mend din ta dallojnë me niyet pra punën prej punës. Ata që janë të mençur din ta bëjnë këtë punë. Madje thon dietarët, sikur të thonim ne, sikur të thonim njerëzve, bëni një punë pa niyet, do të ishte pra detyrim dhe vështirësi për ato. Sikur Allah i tuk ishton bënja pa niyet, do të ishte më rënd për njerëzit e mençur se sa ti thush me niyet. Se njeriu i mençur çdo punë e bën me një qëllim. Nuk bën punë pa lidhje, po bën punë me qëllim të caktuar.